Lagja Isa buletini është ndër të paktat zona të qytetit për të mos thënë e vetmja e cila është pajisur me një ambient sportiv për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve, fal një donacioni të 4 rajoneve italiane. Investimi në këtë zonë edhe pse i kryer vetëm rreth 2 viteve më parë, tani më është vjetëruar. Mjafton t'i hedhësh një sy mbeturinave të akumuluara shumë pranë fushës e cila duhet të shërbente fëmijëve të kësaj zone për të ushtruar aktivitetet sportive, për të kuptuar se ky investim tashmë është çuardëm. Përbos mbeturinave, rrethimi i fushës është shkatëruar, ashtu sikurse janë dëmtuar stolat dhe gjelbërimi në këtë zonë është quhetur nga bashkia çlodhëse as nuk ekziston. Ajo që me së të li vjet 3 fare mirë, është mungesa e vëmendjes për të mirëmbajtur investimet e kryera dhe lënien e tyre në arrest, e cila shumë shpejt bën që të zhduket çdo gjurmë e investimit fillestar, edhe pse e dhuruar nga donatorë të huaj, duket se respekti për të mirëmbajtur dhe mbrojtur atë që është e qytetarëve dhe Vlorës nuk është një traditë e njohur nga bashkia Vlorë. Edhe kështu është garantisur tash mos më keq. Çfarë ti bësh? Ja keq na vjen. Po s'ke çfarë i bën. S'u dorë njëri fare. Ndaç bashkia, ndaç kushdo, kush e ka atë punë. Po të vjedhur ja, ku që janë ti hekur aty, i kanë bërë gati ja. Telat nesër do i marrin gati. Po të çuar për atje të qitur. Mund të luajnë fëmijët këtu? Po luajnë shumë hyshte telat, lozin kalamajt dhe ishte më sigurt dhe neve këtu. Nuk mund të luajnë sepse rjetat ka rënë. Edhe topi del prapë jashtë, po goditu me top. Se rjetat kanë dalur dhe topi del nga fusha.